Bota ndodhet në një moment kritik ku arkitektura e sigurisë ndërkombëtare po testohet në themele. Lufta në Ukrainë, tensionet në lindjen e mesme dhe rivaliteti strategjik SBA-Kin kanë krijuar një mjedis të prisht, por zhvillimi më alarmant për Europën është mënyra se si politika e jashtme amerikane në drejtimin e presidentit Donald Trump po vendos NATO në një territor të panjohur. NATO u ndërtua mbi një premisë të thjeshtë dhe jetike, solidariteti i aleatëve përballë kërcënimeve të jashtme. Traktati i vitit 1949 parashikon mbrojtje kolektive, konsultim politik dhe respekt reciprok të sovranitetit. Ajo që nuk parashikon është një skenar ku shteti udhëheqës i aleancës zhdërrohet në burim presioni, pasigurie apo shantazhi ndaj aleatëve të vet. Deklaratat dhe qëndrimet e Donald Trump lidhur me Groenlandën, Danimarkën dhe përgjithsisht me detyrimet amerikane në NATO kanë ekspozuar një boshllëk serioz institucional. Aleanca nuk ka mekanizma të qartë për të përballur me një krizë që lind nga brenda. Nuk ekziston një manual për rastin kur SBA, fuqia dominuese ushtarake dhe politike, minon frymën e besimit mbi të cilën mbahet NATO. Problemi nuk është vetëm retorika, problemi është parimi. Kur presidenti i SBA sinjalizon se mbrojtja kolektive është e kushtëzuar nga interesa financiare, marrëveshje dypalçe apo kalkulime elektorale, atëherë Nini Pesu mbet fuqinë e tij parandaluese dhe pa parandalim, NATO pushon së qeni një aleancë sigurie dhe kthehet në një forum të brisht politik. Europa e ka kuptuar rrezikun. Diskutimet për autonomi strategjike, rritje të kapaciteteve ushtarake europiane dhe zvoglim të varësisë nga SBA nuk janë më teori akademike, por refleks mbijetese. Megjithatë, e vërteta është e hidhur. Pa SBA-n, NATO nuk funksionon. Me një SBA të paparashikueshme, NATO rrezikon të paralizohet. Për vende si Shqipëria, kjo situatë është veçanërisht delikate. NATO nuk është luks diplomatik, por garancia themelore e sigurisë kombëtare. Tirana nuk ka interes të zgjedhë anë brenda aleancës, por ka detyrimin të mbështesë qartësisht rendin transatlantik, respektimin e traktateve dhe parashikueshmërinë strategjike. Heshtja ose servilizmi nuk janë politike jashtme. Ky është momenti që NATO të reflektojë seriozisht. Aleanca duhet të forcojë dimensionin politik, të sqarojë kufijtë e sjelljes së pranueshme për çdo anëtar dhe të ndërtojë mekanizma që mbrojnë kohezionin nga lider impulsiv, sado të fuqishëm të jenë ata. Pa këto reforma, rreziku më i madh për NATO nuk do të vijë nga tanket rusa apo raketat kineze, por nga erozioni i besimit brenda saj. Historia na mëson se aleancat nuk shemben gjithmonë nga armiqt. Shpesh ato shemben nga paaftësia për të kontrolluar veten. Sot NATO është pikërisht në këtë udhkryq.